Ju një të mendu që jam të hymë një pronë private me një villë private këto të Ujmani, por kjo nuk është e vërtet edhe pse duket kështu që është pronë private. Veturat që i pat më nalt janë veturat e inspektoratit pyjor për inspektoratit njësisë mjedisit, të cilët pas shkatrimit e 11 villave të cilat ende s'pjadin akon një lokacionin, kanë ardhur me këshyr edhe këto villa. Këto villa janë dyshohen që janë gjithashtu pronë e Iber Lepensit. Opa. Koqa, mirë. Edhe shtrerë, tregona që të villa. Pak relax para shkatrimit. Kështu shtrerë, kallëzojnë njerëzve çfarë villa kanë këtu në Ujman. Unë po pushoj pak. Një villë që tje, 2 villa. Treta qëto. Edhe vazhdojna. Shtrerë të dhe në marrëm. Qaj që ti vëdo këtë e mira, kjerët e inspektorat që i pat nalt, janë arësit me këshyr këtu, nëse edhe këto villa janë pronë e ndërtume në pronën e Iber Lepensit. A do një mësafir? Qfarë? Si mbashet babës. Edhe kjo villë, nuk e di e këna është. Ama ne përdu më shku tepër të qaja. Qëto e ki pa me matë mirë shtrerë, villave. Qëto përshijet që u kanë një zjanë, dikush u kanë këto natën, kush u kanë nuk e di. Ndërko përshijen që tjede dy veta me kajak. Këto janë villat që janë shumë afër Radojqiqit, villës së Radojqiqit. Inspektorati ka dalë me këshyr nëse dhe këto janë pronë të Iber Lepensit, edhe nëse dalin që janë pronë, e që si pas gjitha gjasave kanë me dalë, qëto shumë shpejt rafsh. Kallëzejo. Tash shumë ishe shku të qeta, që përboj me kajak. A më një qita një tjetërën anë. Që një tjetërën anë t'i ka janë ato villat.